Në 21 gusht të vitit 1986, liçeni Nios në Kamerun u bë skenë e një ngjarje që tingëllon e pamundur. Një re e padukshme dioksidi karboni u shlirua papritur nga ujërat dhe u rrokullis në përfshatra, duke mbytur njerëz, bagëti. Gazra të tillë më të rëndë se ajri mund të mbeten pranë tokës edhe të zënë vendin e oksigjenit pa zhurmë, pa flakë, pa paralajmërim. Bilanci ishte i tmerrshëm, rreth 1700 jetë njerëzish dhe mijëra kafsh. Pas kësaj u instaluan sisteme zgazimi, tuba që nxjerrin gradualisht gazin nga thellësia për të ulur rrezikun e përsëritjes. Nios mbetet një nga rastet shumë të rralla të shpërthimeve limnike të dokumentuara. Lexoj Hysni Baliu.